folin shumë figura, nuk thamë veçonet, ka thonë edhe Ali Ahmeti, kryetari i BDI-s. Ja, Ali Ahmeti është xhamati i imamit shqiptarëve. E çka bën xhamati, ta folin Allah sikur na ju? Jo, xhamati i imamit shqiptarëve janë shumë të relaksuar dhe se e kanë rrugën drejt për xhenet. Pa u lodh hiç. E pse i ke thonë do sene shumë interesante në timit këtu, se kanë eri thu me shaka, po kanë eri thu shumë do sene serioze, për shkak ke thonë e mirë edhe e keqja shqiptari vjen nga Shkupi, pse? Nuk e kam thonë, e ka thonë Enver Hoxha, që nga Shkupi e Kaçaniku, nga Shkupi Kosovës i vin dy gjëra. E mira dhe e keqja. E mirja është që forcat e NATO-s u futën në Kosovë nga Shkupi. E vërtet. Dhe unë me regjimentin skotlandes jam futur në Kosovë, se s'du të flas për historinë time, shka ku mbote, ku mbote. Ata çka do të me ditë e din. Kurse e keqja është indoktrinimi dhe lëvizjet e Nikola Pashiqit, Xhemjetit, që futen për ta indoktrinuar rinien dhe popullatën e shqiptarëve të Kosovës. Që lidhet me, thojza, gjonja besimin islam, po besim islam nuk ka në Kur'an. Nuk ka besim islam? Në Kur'an nuk ka besim islam. Një fjalë, një frazë nuk e kemi në Kur'an besim islam. E që ka? Kur'ani është liber, ka kode, do të mi dekodu kodet. Besimtarët musliman flitet? Kretë janë nga konteksti i librit, i kodeve të Kur'anit. Për shembull, ne këtu kemi thonë qofsha turk me din dhe imane, kemi lidh besimin me turqni. Kemi kundu sharteve të turqnijës, 33 shartet e turqnijës. Tani, besimi s'ka të bëj kur gjo me turqni. Besimi o siguri. Besimi i siguri, çka ka njeri nevojë? Në herë ka nevojë për siguri. Kemi, për shembull, siguria e shëndetit, siguria e punës, siguri. Besimi është besim, siguri. Fjala bes është fjala e dhonë. Po siguri, s'ka fjallë. Siguri, Kurani fillon me besim, me besim të ilahi. Nuk ka emër Allah në Kuran, e du të me kuptu një herë për gjithmonë, shqip forsat se nuk ka emër Allah në Kuran. Bismillah kur thuhet, nuk thuhet Bismillah Allah. Nuk thuhet, pas ta ilah nuk është adhurim, ilah është emër, është Zot. Çka do me thonë, unë vetëm jap kuptimin që ka kuptim shqip në gjuhën iliro-arbrore. Ti si kundra Kuranit, asnjëherë s'ke qenë. Po nuk jam unë kundër askujt, nuk jam as kundër kombit Sultan Mahmutit që e kemi prezent në Kosovë dhe në Maqedoni. Pse, çka mendoni për këto shpallje në ngrata të fundit? Jo, shpallja në ngrata tash ka shqiptar që unë Shqipërinë e kam kible. Këtë bota shqiptare e di që kibla eme është Shqipënia. Dhe unë kur përmendet Shqipëria, Dërdëgrit jam edhe për tim, bravo. Shohem kam, në kible kam Shqipërinë. Nuk e tham sot këto e kam thonë gjithë një, dhe me thonë pa Shqipëri dhe i tham falenderit Shqipërisë dhe çdo herë kam edhe një thonje timën që e përdori, nëse shkon dikush parajs, part janë do shqiptarët e Shqipënisë. Pas shqiptarëve të Shqipënisë, vinë këto të Kosovës që e bëm shtet Kosovën, dhe këto të Maqedonisë do të marrë të imami shqiptarëve. Pse e ke thonë çdo? Po, a ditë diçka ti me këto po, ngrata? për shembull se fjala Medine, me din dhe iman. Fjala din përmendet në Kur'an te ajeti i 4. Maliki Yawmiddin. Po din, këto e përkthejnë gjykim. Mirë po shumica e xhallarëve thënë është din fe. Do të thonë din Medine, do të thonë kur jeton në qytet, ki ligje, do të më përmbajt ligjeve dhe rregullave të lojës. Unë jam qytetar i Republikës Maqedonisë, do të më përmbajt rregullat ku jetoj. Absolutisht. Nuk guxoj më ardh këtu edhe me shit dokra në Kosovë, në Prishtinë, kush e ka mirë, kush e ka keq. Unë mund të flas për ndonjë qytetar të Kosovës që vjen në Maqedoni, edhe koketon me ndonjë person që na ban dëm neve shqiptarëve të kombit Gjergj Kastriot Skënderbejut, se po ndahemi, dhe ndarja është e shëndetshme, ose i kombit Skënderbejut ose i kombit Sultan Mahmutit. S'ka kur gjatë keq, mund të bashkëjetojmë, të jetojmë bashkë. Po nuk mund të jemi të njëjtë. Çka mendoni për këtë shpallje në ngrata që kanë ndodhur? I mirëpres dhe haptas i them Besfortit, ministrit e punëve të brendshme të Shqipërisë, vazhdojmë me ngratat që ndahemi edhe. A ka me posë hoxhallar të tjerë timi që kanë mos ngratat? Po. Kush për shembull prej tyre? Do të ketë edhe hoxhallar, po do të ketë edhe njerëz të tjerë. Inshallah si jamune. Varësisht ke bo disa lëvizje kove të fundit që janë tepër dishim apo por derisa ai gazetar nuk besoj që ti fundesh në atë listë. Po kush prej hoxhallarëve ka më shpoll në ngrata? Po ka plot, ka jo vetëm hoxhallar, ka edhe shumë të tjerë, për shembull. Po na i huaj që ja vlen me përmend për shembull. Po për shembull tot Kosovës kanë filluar të reflektojnë. Po, është e vërtet. Unë këto dy personat që i shpallën në ngrata, dy i njoh, i kam bashkë qytetar. Me njërin Bekirin e njoh bukur, moti e njoh. E kuptoj pozicionin e tij.
Tani mu më shpall mu Shqipnia person non grata, unë e marrë kufernën dhe iki prej... Pa e ka qenë ushtori që kësti me? Dhe gjatë tani, edhe unë mund të them jam ku më qenë këtu atje. Tash. Ai ka qenë në UÇK-n e Maqedonisë. Në Ushtrinë Qëllimtare të Maqedonisë. Kolla Jakupin e njofën prej në Kajre që është bëjë ndjerë. Tash pse ti e do kombin e sultanit dhe e do kalifatin islamik, do shminet stojik asaj. Tash, to nuk e dojnë Shqipninë. Pik, edhe do të me dalë me pranun këtë gjë. Të edhe dojnë kalifatin. Një musliman ideal e ka kalifatin. Shtetin islam, sheriatin islam. A është e vërtet? Shumica kështu thuj. Unë nuk e di është. Unë nuk e kam ideal. Unë nuk e kam ideal kalifatin islamik, ka sheriatin islamik. Kush prej xhallarëve të tjerë kam shpall në gratë? Po- Na jamër që ja vlen me përmend. Po,